panjoj, i pandiri e priron nga jeta tani të ndjeri, duke qëlluar në kokë me orë, që ndjeri kishte me vete, pas privimin nga jeta trupin e viktimit se mbulon në dhej, të duon dronjët dhe dosh. Pastaj me qëllim s'ka zhduk në tërsi prova të me shkrepsin e tipit zipo, me mbishkrimin Malbora, të cilën e kishte me vete, i adhe platën sendeve, e që në vendin e ngjarjes janë gjetur të djegla disa sende që viktime e kishte pasur me vete ditën këtë dite. Pranon përsin për të vepër penale. Kuria themelore në Frezaj, konforme 234 paragrafin 1 dhe 235 paragrafin 1 të kodit të procedurës penale paraqet akt akuzë kundër Panderit Lotrin Frezaj. Sepse me datën 23 janar 2025, intervalli kohor për orës 18:30 deri në 20:06 minuta, në fshatin Peshin e orës 2 pjesën malore në afërsinë të rrugës, rilindje në fshatin Manastert, komuna e Frezaj, i Panderit, me dashje dhe në mënyrë dinamike të privuar nga jeta tani të ndjerin Beki Broj, në atë mënyrë që të vendosë një ditë para ngjarjes kritike. Me datën 22 janar 2025, subohet me të ndjerin që vendosur të shkollën një vit, respektivisht barak në malet e fshatit Bornik, komuna e Frezaj, Kutineti, edhe me pak që në qenë atë subohet, ashtu që pas e furnizuar në ushqim nga vajtorës 16, tani pandjerin me një person të pa identifikuar, në autometin e tipit kamionet. Në gjyre barë shkojnë e marrë viktimin të kështë vjeti, pastaj me kamionet shkojnë deri të vendi qutër të Kurdi. Rrugën deri të Bila e vazhdojnë në tërmë në përman, ku ato qëndrojnë deri të nesën pas dite dhe pastaj, por në marrë të fshatit Peshin në Këmbë, vazhdojnë rrugën për të kthyer në shtëpi, ku për shkaqe të panjohura, devijojnë rrugën dhe vazhdojnë në drejtim të rrugës që shklihet në fshatin Manastert. Ashtu në përman, ashtu që në të arritën në afërsitë të fshatit në Fjalë, për motive të panjohura, ashtu në përman. Ashtu që i Panderi me të arritën në fshatin në Fjalë për motive të panjohura, i Panderi e priron nga jeta tani të ndjeri, duke qëlluar në kokë me orë, që ndjeri kishte me vete, dhe pushkën gjysmë automatike, ku që ka këton plak virtë të kipur se që është konstatuar nga raporti autopsisë. Ndërkaq, pas privimin nga jeta trupin e viktimit se mbulon në dhej, të duon dronjët dhe dosh. Pastaj me qëllim s'ka zhduk në tërsi prova të me shkrepsin e tipit zipo, me mbishkrimin Malbora, të cilën e kishte me vete, i adhe platën sendeve, e që në vendin e ngjarjes janë gjetur të djegla disa sende që viktime e kishte pasur me vete ditën këtë dite. Ndërsa, pas aktit të pritur, aty rreth orës 8:06 minuta, në mbrëmje, me telefonin e të ndjerit, i dërgon SMS, djallit të vllajt të ndjerit me fjalë. Bie, jam nisë në Gjermani me një shok, në Subani Marak, Borë Kallëzojës, kurse me datën 5 shkurt, 2025, gjendë trupi pa jetë të ndjerit nga disa qytetarë. Me çka ka kryer veprën penale vrasje nga legjimin në shtatet e paragrafin në paragrafin 1.4 të kodit penal të Republikës së Kosovës. A ka qenë kështu apo nuk ka qenë? Pranon përsin për të vepër penale?